Presidenti Amerikan Donald Trump tha se është mjaft optimist për luftën në Iran pavarësisht rritjes së çmimeve të energjisë, viktimave dhe shkatrimeve, si dhe shqetësimeve për të ardhmen e NATO-s dhe lindjes së mesme. Ai shtoi se lufta ka qenë e përkryer, duke theksuar fuqinë e ushtrisë amerikane. Dhe duhet të përfundoj së shpejti. Ishte e përkryer. Mendoj është e përkryer. Trump deklaroi se çmimet e karburanteve janë jo shumë të larta në krahasim me pritjet e tij për shkak të konfliktit në Iran. Dhe pavarësisht devijimit ton të vogël ndaj vendit të mrekullueshëm, Iranit, vendi mrekullueshëm, por duhet ta bënim këtë, sepse përndryshe mund të ndodhin gjëra të këqija, gjëra vërtet të këqija. Prandaj dërguam dhe mendoj se do të shihni rezultate të pabesueshme, e dini, për ata që e vënë në dyshim këtë. Do të shihni, ajo që bëm është e pabesueshme. Anijet janë atje sot dhe thonë, mos vini këtu, as mos e mendoni këtë. Dhe i keni këta tankerë të mëdhenj që thonë, le të ikim nga këtu sa më shpejt. Është e pabesueshme. Kjo deklaratë e tij vjen vetëm disa orë pasi në rrjetet sociale publikoi se Izraeli dhe Libani janë pajtuar për një armpushim 10 ditor që përfaqëson rrugë drejt një paqeje të qëndrueshme. Kjo, por edhe deklaratat e tij të fundit sërish ndikuan në çmimet e naftës në bursat botërore, pasi në fillim të javës u ngjet sërish mbi $100, dihet çmimi i naftës Brent ra në rreth $94 për fuqi, ndërsa sot lëvizin rreth $97.